Dhe ja ku jemi prapë bashkë, unë e thash që lidhet shumë shëndeti mendor me atë se ku jetojmë në ambiente që ja japim vetës. Jo domosdoshmërisht, thash edhe më herët, duhet të investojmë lloks, duhet të investojmë gjëra shtrejta, por ka shumë rëndësi detaje të vogla që janë të bukura për syrin, të qeta për shëndetin mendor dhe të rehatshme për neve që shndrojmë 24 orë, ndoshta edhe disa ditë pa dalë prej shtëpisë, sidomos me që e patëm edhe temën që folëm nanat që lindin edhe e kanë me patjetër që të paktën ditë e para të rinë sa më shumë brenda me foshnjën, derisa të ambientohet edhe ajo me foshnjën, edhe foshnja me ta, edhe foshnja me rrethin. Ka shumë rëndësi ambienti dhe ndryshimet e vogla që i bëjmë në periudhat e tilla të jetës, kur ndrojmë vend banem ose kur ndrojmë vend punës ose detaje që ndrojmë në zyrën e dhomë gjumit ose kudo. Unë madje, kështu me vete derisa po e mendoja temën, thash një shtëpi mund të sëmur dhe një shtëpi mund të shëroj. Por është një metaforë që e përdora për ta nisur bisedën me arkitektin që e kam të ftuar Duka Gjende Daci nga 1010 kompania, cilin e mirëpres dhe është tash me mua. Faleminderit shumë Duka Gjende që je me mua. Faleminderit për ftesën, kënaqësi mu kom prezant. Kënaqësia është e jona. Unë u mundova me lidh pak Duka Gjende një temë që ndoshta edhe si arkitekt e sheh edhe në mënyrë pak më artistike se sa fjalët e mia, po detajet e vogla japin shumë për shëndetin mendor të nanës në këtë rast. Kështu tash shumica prej neve mendojmë që nuk e di, na shqiptarët e kena pak zakon, investojmë shumë fasadat jashtme në barë, me bo që shtëpia me u dok ma mirë për jashtet. Amo faktikisht kryesori, asani kryesori është mrena të munir më rahat. Çka e bën këto më rahat me uni një ambient mrena, për shembull qëndrimin ditor ose dhomën e gjumit, ose këto pjesë që shpenzon ku mrena, e bën ngjyrat e mira, ngjyrat e mira që i zgjedh, ngjyrat që nuk të shkaktojnë stres, edhe krejta këtu ndikojnë shëndetin e nanave ose kushdo që e përdor ambientin e brendshëm. Tash shumica prej neve nuk i kushtojnë fort rëndësi. Edhe e bëjmë veçsa për mu konë tjetushëm. Po faktikisht ka shumë rëndësi. Pse se çdo sen, çdo ngjyrë, çdo detaj, çdo diçka që nuk mendohet mirë ose veç qitet që aty, neve ka me na kriju konfuzion, ka me na kriju nervoz. Për shembull në mobilje një diçka që nuk e ke qit ku dohet, atë në tankon ka me ta nxon rrugën. Rrugën, po. Edhe ajo të shkakton ty nervoz që pastaj kime shpreh në familje ose në në situata tjera. Po ndalemi fillimisht tek ngjyrat, sepse kur e thash se na nisëm për nanat, por na do të flasim bashkë Duka Gjende në përgjithësi për ambientin ku jetojmë, jo vetëm nanat, por në përgjithësi na, anëtarët e familjes, por deshta ta lidh pak bisedën me që folim edhe me doktoreshën. Cilat janë ato ngjyrat që sado që janë të bukura, nuk rekomandohen që të jenë në dhomë të gjumit? Po dhoma gjumit tash për shembull, ngjyrat e forta që janë për shembull e kuqja, ngjyrat e portokallta, ato janë shumë të bukura me i vendos. Po faktikisht janë edhe të këqija, pse se ngjyra kuqe të shkakton irritim, të shkakton nervoz. Vetë kur të këshyni ngjyrë të kuqe, ta shkakton atë nervozën e vet. Ngjyrat e tokës, për shembull të natyrës, ngjyrat e gjelberta, ngjyrat e kafta, këto ose tekstura druni, diçka që lidhet sa më shumë me natyrën ose produktet që i bën toka vet, ta japin të qetësojnë shkurtësisht, se krejt e kena prej ardhen prej tokës, edhe toka është ajo që na qetëson. Edhe kthehemi në origjinë, me thonë shkurt. Po. Me thonë për dhomë gjumit ishte kjo. Për dhomë gjumit. Ndërsa nëse flasim për dhomë ditës, cilat janë ngjyrat që mund të jenë më të rehatshme për me qëndru çdo ditë në dhomë dite, por edhe më familjare për mysafirë që vinë të temet nejt për vizitë. Tash te dhoma ditës ka disa faktorë që se ngjyrat munden më u konë, po ngjyrat nuk e japin efektin real, pa u konë edhe ndryshimi i mirë. Për shembull shumica prej neve qëndrime ditore kena qef me i bo me drita të ftofta ashtu si me ime në spital. Jo, dritat e ftofta për një me të lodhen. Edhe nuk ki nevojtë me i patan ato dritat të ftofta që të binë sy direkt, duhet me pas drita sa më të ngrëta. Në mënyrë që ambienti me të qlodh ty, jo me të lodh. Se qëndrimi ditor është për, do me thonë, si qëto që jena, është për me bo një muhabet me dikan, për me u ka një qetë, edhe për me kuptu që ka po të thotë dikush tjetër. Edhe me e kalu sa ma mirë që atë pjesë që e kalon. Prapë ngjyrat e tokës janë jo veç të dhoma gjumit, po kudo që përdoren, e kam fjallën në banem, do me thonë pjesën e banimit, si apartamente, si shtëpia, si kur kësi sanë e tjera, ngjyrat e tokës, dëdrunit, gjelbertat, kafta, këto gjithmonë janë të rekomandueshme.
Si duket studio jonë? Studio është perfekte. Kompliment është perfekte studio. Ja bojna një dizajn edhe më të mirë. Okej, nuk du me ndryshon, por gjithmonë jam e hapur për rrisi dhe ndryshime dhe që të reflektojmë energji shumë familjare të shikus tonë. Gjithsesi ndryshimet është e nevojshme me u bo të paktën çdo 3 vite ose 4 vite, po. Se kur të mësohesh me një vend ashtu tankuën, bëhet bajata, dhe me folë realisht. Bëhet bajata dhe sa do një ndryshim i vogël, për shembull një ndryshim i një karrikës ose një ndryshim i një sofës, një diçka shumë e thjeshtë, ama shumë ndikon në, domethënë shumë ndikon në interierin që ti je tu e kriju. Po, duke qenë pak varet edhe prej karaktereve, prej personave, kur të vinë klientelat tek ju në tem, për shembull. Edhe e din sakt çka dojnë, si me thonë, unë e du dhomën time të gjumit kuqe, s'du kompromis, me thonë janë të vendas. Në këto raste, aja u thuni që shiko se kjo pas 3 muajve mundet me u bë monoton ose verzionin që si i thoni, apo ti shkoni me verzionin që kërkohet? Fakt, tashna si arkitekta e kena për detyrë që me ja u rekomandu ma të mirën klienta. Edhe ma mirë është diçka që nuk e pranoj me bon, se sa me bo diçka që i shkakton nervoza ose i shkakton probleme klientit. Ta shumicën e rase, mas i përmenëm të kuqen, unë përmenja edhe një ngjyrë tjetër, është e zeza, është ngjyra antracit. Tash antraciti u bo buj kohët e fundit në Kosovë. Çdo klient që më ka ardhur ka lyp ka kërku ngjyra antracit. Po, sado që është e mirë antraciti është edhe e vështirë me u mirëmbajt. Pse se i kallzon gjithmonë pa pastërtit, i kallzon plonat, edhe kohën na që tash po do të m'ja u shpjegu klientave ose klienteve, m'ja u shpjegu që nëse dënë me najt kohën të e pastru, okej, ta bojnë antracit, nuk është problem, po dieta kene parasysh që është problem. Ta shone hala, do me thonë, para 3 vjetë e kena bo një interier në banesë në Prizren. Hala dhe sot, ku do që e zateti, pronaren, më thotë më ke marrë në qafë me atë në gjyrë. Do me thoni pishman tani. Por në rastet të tilla, kur klienti normalisht insiston, bëhet edhe dizajni i kërkuna? Normal, tash na e kena për detyrë me ja bo ma të mirën, po gjithmonë me shku komfort kërkesa për klientit. Edhe na me kriju një mishmash me thonë, që me i përfshi edhe dëshirat e klientit, po edhe çka dohet me uqit, se na nuk e bojna pëse po dojna qatë interier, po e bojna pëse dohet. Edhe me i kriju një kombinim të tillë që ma pas me u konë sa ma mirë për klientit. Po, duka gjenë tash në këtë kohë kur po flasim, a ka ma shumë klient që vinë dhe thonë rekomandëm diçka, ka që është hapësira ime, apo ma shumë të atil bëma si kur kjo me fotot e internetit? Varet a është bura gru. Valet ndomi, kur që ma problematik. Po, tash na djemt, ose burat, e kena shumë atleta dhe në thojna, okej, ti e profesionist, ty ta besoj punën edhe vazhdo me atë pjesë. Propozom, po. Po, propozom. Tash, gjinia femrore është, i ka qef detajet ma shumë. Edhe është shumë mira ja. Tash, gjinia femrore kërkon shumë detaje që me i paraqit në interierin e tyre. Edhe na merr kohë ma shumë me punu me një gjini femrore, sa me një gjini mashkullore. Po, prap se prap, do me thonë na kalojmë shumë mirë, pse se i kena 3 konsulta vazhdimisht që i bojna me klientët gjatë procesit dizajnit, po kur nuk më rrim të e treta, se i gjojna zgjidhin në konsultën e dytë. Po, duka gjenë një trend i mirë që po më pëlqen shumë edhe që po më bjen sy edhe kur shkoj të dikush mysafir edhe në përzyre, përdorimi i pasqyreve në ambiente. Qëfar energji ose qëfar rëndësie ka pasqyra në ambiente kur rrim? Tash pasqyrja e bën ambientin më urrit. Do me thonë e reflekton që atë ambientin. Tash të nëse e ki një koridor 5 metra gjatë, nëse e qatë një pasqyrë në fund koridorit, a koridori ka mu do kështë është 10 metra. Edhe e kryon psikologjinë e madhësisë të ambientit, do me thonë të arrit ambientin. Një ambient që rritet është edhe ma luksos. Edhe gjithmonë ka me konë edhe ma mirë. Po, varësisht ku përdoren pasqyret. Pasqyre për shembull në qendrim ditor kam pas shumë raste që vendosin pasqyre mrena qendrimit ditor, pasqyret mëdha. Pasqyra në qendrim ditor nuk vijnë. Pse? Çka ka me të dosh pasqyra në qendrim ditor? Okej, për rrit ambientin, po nuk e ka vendin aty. Pasqyra tash krahas që doket mirë, do të më këshyra dhe funksionin ku e ka. Mundesh me qit diçka ku dush, nuk është problem ajo. Po, dosh me këshyra dhe funksionin, çfarë funksioni po t'jap ajo? Tash pasqyrat në koridor është e nevojshme, pse se tu dal veshësh, këshyresh pak edhe del. Ose në dhomat gjumit, është mase e domosdoshme. Po, do të mja gjetë krahas a doket mirë, do të me këshyra dhe funksionin. Po, ndërkohë çfarë mendimi ki për ata të cilët janë pro të bardhës edhe dominon shumë
edhe nuk kanë shumë ngjyra, piktura, por shkojnë perdet bardha, orendit bardha, tipi bardh, Tash sa herë më kërkojnë këto të bardha. Sa herë më kërkojnë ngjyrën e bardhë më konë dominante. Ngjyra bardhë është ngjyrë e mirë, po jo gjithçka me konë bardhë. Pse se ti je tu e shndru me një spital shtëpinë tonë. Realisht me fol. Tani edhe dritat e ftofta kur t'ja jap, sinqerisht bëhet tipik spital. Ngjyra e bardhë, është e mirë mu përdor, po është ngjyra tjetër që është pak mas ka e kremta, do me thonë jo taman e bardhë fix, po, eksakt. Është ma ka e qumshtit. Ngjyra e bardhë nuk rekomandohet me u përdor, është e mirë për mure, është e mirë për tavane, po për mobilje nuk e rekomandoj. Pse se ti dush me a thy pak aty në mureve të bardha që ti vetë se i ke kriju edhe po ta dominojnë hapësinën. Cilat janë 3 kombinimet që i kishe rekomandu për një shtëpi ose banesë? One zakonisht ka përdori, one kam qef ngjyrat e mbyllta. Ngjyrat e mbyllta krijojnë luks, do me thonë ta japin komfortin ta japin luksin që ti jetu e lyp, edhe po punoj edhe me ngjyrat e qelta. Tash për shembull ngjyrat si bezh ose ngjyrat e kremta, këto i përdori në interiere, po nëse don një klient diçka më luksos ose diçka tjetër, ngjyrat olive green për shembull, ose antracitin e kena ma të kërkunin pa diskutueshëm, ngjyrat olive green edhe kështu do me thonë ngjyrat e mbyllta që ta krijojnë, ta japin një farë përshtypje të luksit që është në brenda. Po, a ka rëndësi për shembull edhe madhësia e ambientit, ta zëm një banesë e vogël me një banesë të madhe, ngjyrat që përdoren për shembull në madhësitë e banesës që e japin një energji, një vibe. Eksakt. Ngjyrat e mbyllta e mbyllin hapësinën, e zvoglojnë hala më shumë hapësinën, ngjyrat e qelta e rritin hapësinën. Kjo është, do me thonë, anë psiqike që te dashte kime e pas qatë pjesë. Edhe tash ambienti realisht nuk qënë shumë pesh, do me thonë madhësia, pse se tash përshkojna standard, një qëndrim ditor përshkan 40 metra katror me kuzhinë edhe me diçka, dhe krejta ambientet po jenë si shablon, që shme thonë, po i projektojnë arkitektat që po projektojnë ndërtesën ose shtëpinë që jena tu punu. Edhe çdo që të bojna nuk po qenë shumë pesh. Po, në ndërkohë të gjithë ata të cilët dëshirojnë të bëjnë një investim të ri në ambientin ku janë, po nuk kanë shumë për të shpenzuar dhe dojnë ndryshime të vogla. A keni në kompaninë e juaj edhe diçka të tillë ku shkoni e shikoni, ta zëm këtë studio, shikoni dhe unë tham kam shumë pak buxhet, po dua t'i bëj disa ndryshime që bijnë sy. Çka rekomandohet në këtë raste pa shpenzime? Për shembull, një jashtag tjetër, një fotele tjetër, një tavolinë, që është shpenzim i vogël, po që bjen sy shumë. Eksakt. Tash na në kompaninë tonë punojna kryesisht me, do me thonë, e marrim një projekt të interierit edhe qysh është në bloka ose nëse është i veçse i ndërtuar renovim, e marrim edhe deri në momentin që të dorëzojna, deri në momentin që të përfundohen punët, tu e përfshi edhe pjesën e jashtagëve masi e përmendëm, do me thonë ja vendosëm na klientit. Deri në fund, na kena me u marrë me atë pjesë. Puna që klienti mos me lodh kryt, me u marrë me mjeshtër, me u marrë me gjana që ja hupin kohën. Se shumicën e klientave kena do me thonë mërgjimtar t'jashtë. Tash ata s'po kanë kohë me u marrë me apartamentet që pi blejnë këto. Edhe, do me thonë, kur nuk ki kohë me u marrë, kur nuk jërën tash me folë logjikisht, nëse nuk jërën mjeshtërve për mi krya, kanë me bo punën që shdojnë. Absolutisht e vërtet, po. Ata nuk kanë kohë, edhe shumicën e klientave që i kena mërgjimtar. Pse se na besojnë punën edhe ju thojnë, ok, për një muaj e gjys 2, mundeni me ardhë me u vendos drejtën banesë t'juj. Kena pas rast, për shembull, në ora 1 ka ardhur natës prej Zvicrës, edhe veç ja kena jap qelsa, s'ka pas nevojë me shku në hotel me e kalu natën, e ka kalu natën në apartamentin e vet. Eksakt. Tash sa i përket buxhetit, pyetja e parë që ja bojnë ana klientave është buxheti. Pse se na mundemi me bo çka dojna aty në interior, mundemi me qit edhe një Formula 1 për shembull si luster. Po a është e arritshme ajo sipas buxhetit? Nuk është e arritshme. Nëse s'është e arritshme, s'kena nevojë me e qit. Kështu që na e bojna dizajnin e interierit komfort me buxhetin që e ka klienti. Edhe mundohemi sa më shumë me kursy klientin sa i përket realizimit të produktit. Sa kohë për shembull nëse unë shkruaj se do gjen, po du me ndru studion, për shembull mas sa ditë ose jave ma dërgonte një plan. Konsultën e parë bojna me njerë mas një jave. Na jena një kepe 5 veta në zyre. Konsultën e parë me njerë mas një jave bojna, tash varsisht ndryshimet që i kërkani ose që nuk ju pëlqejnë diçka, mundet me na marrë edhe një javë tjetër, po te konsulta e dytë 100% kena me konë ok, do më tonë s'kena nevoj me vazhdu me konsultën e tretë.
Mrenda 2 javë, 3, maksimum, më me thonë 1 muaj, varësisht për ngarkesës që i kena në zyre, një projekt mundet më u bo prej fillimit dhe në fund, do me thonë mundet më u bo gati për dorëzimin për me marrë oferta, se tash na e kryna komplet procedurën që ju si pronar keni pas me e kry. Për shembull, qojna projektin, marrëm oferta për mobilje, marrëm oferta për tavan të lëshun, marrëm oferta për laminat ose parket ose keramik, do me thoni marrëm ofertat e cilësojna cila është kompania më e mirë që ja vlen me punu, varësisht edhe pe çmimit, po edhe pe kualitetit, cilësisë, edhe vazhdojna do me thonë me atë kompani duke u konsultu me juve. Por edhe në rast se unë kur them, po e du ti planin tënd, po e du në këtë bën edhe në këtë mobileri ose në... Absolut nuk është problem, na i kena për shembull 2-3 kompani që bashkëpunojmë rregullisht, që ja u njohum punën edhe që e kena kriju besim në punën e tëne edhe... Edhe ata na besojnë punën tonë edhe na i besojnë në punën e tyne. Edhe shumë me sy qelë që thonë na, i shkojmë edhe premtojmë për një punë suksesshme. Eksakt. Do me thonë që ta kemë qartë edhe na edhe shikus. Nëse unë të thamë kaq kam buxhet dhe një muaj e kam pushim me misionin, unë ta provoj planin që ma ke rekomandu, unë nuk kam më nevojë më arë me ty me i shiku automobile, sepse te i kryen kretën kur 2 vjeç ka me gjetë studion e re. Absolut. Kjo është një super lajm për neve që punojna, sepse puna ma e vështirë që e shtym, hajtë këtë verë, hajtë këtë dimën, por se s'kem ko me u marrë me mjeshtër edhe me... Eksakt, neve për shembull na vjen veç një takim, me majtë për 1-2 orë, një takim, konsultat mujna mi bo edhe online, në mënyrë online, një takim na vjen edhe kur gjatë tjetër, ma kur shimi kur të përfundon, me ta bo për ajre. Super, do të shihemi shumë shpejt, pra. Gjithsesi. Nuk ka gjenu të falenderoj shumë për këto detaje, po edhe për këto këshilla, sepse janë ndryshimet vogla që na ndihmojnë shumë. Ndoshta dikujt mund t'i duket absurde, po ndoshta një ambient i pandryshuar me vite shkakton edhe përlamje të shumta në çift, në familjen, nervoza të prindërve ka shi fëmijëve, sepse është e rënduar psiqika nga ambienti që sheh. Një pikturë, një lul, një fotele, disa stëk me ngjyrë tjetër, është kur s'keni buxhet shumë. Kur keni buxhet më shumë, ndryshimet janë gjithmonë të rekomanduara. Është fakt që te pikturat mas e përmene, do të më këshyra edhe çfarë piktura me zgjedh. Për shembull, unë në familje teme kam një pikturë të madhe Skënderbeu të luftu me turqe. Ajo nuk të shqetëson, ajo të shkakton nervozë, dhunë, shkakton, edhe patriotizëm. Po do të më zgjedh shumë mirë çfarë piktura po vendosim. Po, kur të vim te ti po tash kam u vesh më seriozh, sepse prim patriotike. Faleminderit shumë duke qenë. Faleminderit për ftesën. Për ata që le dojnë kontaktin e Dukaxhinit në rrjetet sociale Ten. Po, Ten është në Instagram, ose të onë personal Dukaxhin Dedaçi, mundeni me kontaktu shlirë, edhe shpresoj që mund na me ju ndihmu, do me thonë maksimum. Ata që vinë prej familja jonë kanë zbritja, po? Gjithsesi. Këtë marrëveshje e bëjmë me të gjithë mishte e familja jonë. Secili klient që vjen prej familjes tonë, kena me ja ofru 20% zbritje në... Shumë faleminderit. E vlerësoj shumë në emën të shikuesve tanë, të falenderoj. Shumë faleminderit për juve. Të shihemi në ndryshimet e studiove. Kismet gjithsesi. Faleminderit shumë. Dashur miq, tash shkojmë bashkë te rubrika Magjikëve të Vegjël.